Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot, do të keni mundësinë të ndiqni. Në qendrën shëndetësore në Këlqyr, fal kontrolleve të rregullta dhe ndërgjegjësimit të shtuar, janë evidentuar 2 raste me kancer gjiri në fazat e hershme gjatë viteve 2024-2025. Pas situatës së zjarreve gjatë muajve korrik dhe gusht në bashkinë e Delvinës, që shkaktuan dëme të mëdha në bujqësi, Banesa, Pyje dhe Kullota, bashkia ngriti grupe konstatimi për të evidentuar situatën. Shoqata Adhetare Kulturore Tafil Buzi ka përuruar sot shtatoren e heroit Tafil Buzi në qytetin e Tepelenës. Në ceremoninë solemne morën pjesë akademik, historian, figura të njohura të jetës publike si dhe përfaqësues të qeverisë. Luftëtari arriti fitoren e parë sezonale duke përmbysur Pogradeci në transfert. Golat e Diamantit, Isterit dhe Njan Guila siguruan triumfin e kësaj sfide të vështirë. Luftëtarin e pret një tjetër përballje e vështirë, ajo me Skënderbeun, që do të luhet pas 2 javëve në stadiumin Gjirokastra. Ju njohim tani më gjërësisht. Në qendrën shëndetësore në Këlqyr, fal kontrolleve të rregullta dhe ndërgjegjësimit të shtuar, janë evidentuar 2 raste me kancer gjiri në fazat e hershme gjatë viteve 2024-2025. Mjekja Entela Ibrahimi njofton gjithashtu se në 4 vitet e fundit janë diagnostikuar edhe 2 raste tek meshkujt. Në qendrën shëndetësore me shërbim 24 orësh në Këlqyr, gjatë viteve 2024-2025, janë evidentuar 2 raste me kancer gjiri të diagnostikuar në fazat e para të sëmundjes. Mjekja Entela Ibrahimi bën të ditur se fal kontrolleve të rregullta dhe ndërgjegjësimit të shtuar, këto raste janë kapur herët. Kemi pasur vetëm 2 raste të reja, të cilat kanë qenë të grup moshave 60 vjeç e sipër, dhe këto janë zgjidhur mirë sepse janë kapur herët, janë diagnostikuar dhe janë dërguar për ekzaminime të mëtejshme, fal edhe mamografisë që ka qenë instaluar pranë qendrës tonë shëndetësore muajit të vitit, rreth nga 15 ditë në vitin 2024 dhe 2025. Plus kësaj, nga mjekët e familjes së qendrës tonë janë dërguar në Spitalin Rajonal Gjirokastër për të nështruar mamografisë. Ka shumë vajza të reja, gra dhe moshat dhe më të mëdhaja se 60 vjeç që vinë vetë pranë qendrës tonë shëndetësore dhe pranë mjekëve për të ekzaminuar dhe për të pyetur për kancerin e gjirit. Në 4 vitet e fundit janë regjistruar 2 raste me kancer gjiri tek meshkujt. Ka pasur për 4 vitet e fundit 2 meshkuj të prekur, por dhe këta janë kapur herët, sepse kapja e herët në kancerin e gjirit është një favor shumë i madh dhe është një sëmundje që nëse kapet herët, ajo të fal jetën dhe ecën shumë mirë. Ka dhe raste të vogla, por ka edhe tek meshkujt. U bëjmë apel të gjitha nënave të reja, vajzave, grave dhe meshkujve që të vetë kontrollohen, se vetë kontrolli i gjirit është hapi i parë që i shpëton nga kanceri i gjirit. Ndërkaq nga bluzat e bardha bëhet e ditur se femrat mbi 35 vjeç tregojnë një angazhim më të madh për shëndetin e tyre, duke kryer mamografi, ndërsa falpunës e infermierëve të promocionit shëndetësor është zbehur ndjeshëm tabuja që shoqëronte dikur vizitat mjekësore. Pas situatës së zjarreve gjatë muajve korrik dhe gusht në bashkinë e Delvinës që shkaktuan dëme të mëdha në bujqësi, Banesa, Pyje dhe Kullota, bashkia ngriti grupe konstatimi për të evidentuar situatën. Grupi i vlerësimit ka arritur në një vlerësim paraprak për rreth 9.5 miliardë lekësh, ndërkohë që pritet që qeveria të vinë në ndihmë të banorëve të prekur për rimëkëmbjen e tyre. Pas situatës së vështirë me zjarret gjatë muajve korrik dhe gusht, të cilat shkaktuan dëme të mëdha në bashkinë e Delvinës, kryesisht në bujqësi dhe në Banesa, bashkia ngriti menjëherë 4 grupe konstatimi për të evidentuar situatën. Tashmë është mbledhur grupi i vlerësimit të dëmeve, i cili ka arritur në një vlerësim paraprak prej afërsisht 9.5 miliardë lekësh. Patëm shumë dëme në këtë rast, si në më tepër patëm dëme në bujqësi, rreth 6.950 rënja ullinj, një 18.000 rënja penfrutore, hardhi, kultura bujqësore, një 33 bakti të imta, një thundrak, patëm edhe dëme në shtëpi, rreth 16 shtëpi të dëmtuara. Dhe në Kullot pati një dëmë rreth 77 milion lek dëm në Pyje dhe Kullota. Bashkia
me njëherë pas dëmit, ngriti grupet e konstatimit, 4 grupe konstatimi, një për ndërtesat, një për bujqësinë, 3 për bujqësinë dhe një për blegtorinë. Ne e kemi marruar procesin e konstatimit të dëmit që është shkaktuar në Bashkinë e Delinës. Tani është ngritur grupi i vlerësimit të dëmit, që vlerë leku. Ne kemi arritur në një vlerësim para prak për të thënë pravësisht për të. Kjo është avërsisht tek 9 miliardë e gjysmë lekë. Pak a shumë, kjo është dëmi që është shkaktuar në Bashkinë e Delinës. Me njerë pas vlerësimit të saktë të dëmeve, pritet që qeveria t'ju vinë në ndihmë banorëve që pësuan dëme, duke garantuar mbështetje për rimëkëmbjen e tyre. Ne këtu na erdhi dhe ministri foli për këtë problem dhe qeveria është e gatshme për një herë sa të marrojmë këto proceset e vlerësimit të saktë, do të analizojë qeveria dhe me sa do ndihmoj. Ai tha do filloj në fillim me shtëpitë, duke i ndërtuar shtëpit vetë, jo t'ua japim njerëzve lekët, po ashtu me blegtorinë, të shpenzohet dhe blegtoria, pasandaj bujqësia, se bujqësia ka një fond, do një fond shumë të madh, është rreth 7 miliardë lekë, është vetëm bujqësia, dëmi që është shkaktuar. Me ndihmën e qeverisë dhe mbështetjen nga institucionet lokale, banorët e Delvinës do të kenë mundësi të rikuperojnë humbjet, të rindërtojnë pronat e dëmtuara dhe të rikthejnë normalitetin në jetën e tyre të përditshme. Këtë vit prodhimi i rushit në zonën e Këlqyrës dhe Përmetit ka qenë mjaft i mirë, duke sjellë përfitime si për fermerët ashtu edhe për kantinat e verës. Administratorët të kantinave pohojnë se bashkëpunimi me fermerët është shtuar ndjeshëm. Prodhimi i bollshëm i rushit këtë vit në zonën e Këlqyrës dhe Përmetit ka sjellë rezultate pozitive, si për prodhuesit e verës, ashtu dhe për fermerët e zonës. Administratorët e kantinave të verës pohojnë se bashkëpunimi me fermerë është shtuar ndjeshëm. Një ndër ta, Marcel Bejko, tha se këtë vit ka bashkëpunuar me rreth 30 fermerë lokal, nga të cilët ka siguruar sasi të konsiderueshme rushi për prodhim. Këtë vit ka patur një prodhim rushish relativisht shumë të mirë. Rushi ka qenë shumë i mirë dhe sasia që kanë patur fermerët ka qenë e konsiderueshme, shumë mirë ka qenë. Edhe çmimi u kemi marrë disi më lart këtë vit, për arsye se edhe kërkesat janë rritur, edhe shpenzimet e fermerëve janë rritur dhe me drejtë duhej një rritje të çmimit te pjesa e rushit. Në varësi të varietetit 600, 650, 550, po domethënë 50 lekë më shumë nga vitet e tjera. Kërkesat për rushin janë rritur. Tregu është i sigurt sepse edhe ne si kantinë ndjekim një politikë që verën ta shesim me një çmim të arsyeshëm, që kur të vi sezoni, fermerëve tua marrim rushin, jo të ngelet prodhimi gjendje dhe atyre të ngelet rushi pastaj. Po ndjekim një politikë që ata të mbjellin, të punojnë dhe ne ta shesim verën me një çmim shumë të lirë, shumë të arsyeshëm. Nga ana tjetër, vetë fermerët kanë zgjeruar sipërfaqet e mbjella me vreshta, të nxitur jo vetëm nga kërkesat në rritje. Ka patur rritje të fermerëve që kanë mbjell vreshta të rinj, akoma duhet dhe më shumë që po megjithatë ky është një problem për të gjithë sepse duhet një pjesë duhet rinia që të punojë. Këta janë çik moshe vjetër që kanë ngelur, megjithatë kanë bërë plot, janë shtuar disa një 20% të rushit të shtuar në gjithë rrethin Përmetit. Ne na është shtuar të paktën 40% e shitjes verës nga pjesa e turizmit. Kjo ndikon drejt për drejt te fermerit e shitja e rushit, sepse e ka të garantuar duke të shitur unë verën dhe ata e kanë garantuar shitjen e rushit. Zhvillimi i turizmit dhe interesi në rritje për produkte bio dhe lokale, duket se po krijon një cikël të qëndrueshëm zhvillimi për ekonominë e zonës, ku bujqësia dhe agroturizmi po ecin krah për krah. Bashkia e Delvinës po investon në përmirësimin e infrastrukturës rrugore duke kryer ndërhyrje me asfaltim në rrugët kryesore të qytetit dhe njësive administrative. Problematikat më të mëdha aktualisht shfaqen në fshatrat Kakodiq, Lefterhor dhe Varfaj, ku investimet synojnë të përmirësojnë qarkullimin dhe kushtet e jetesës për banorët.
Bashkia e Delvinës po vjon investimet në infrastrukturën rrugore të qytetit. Nën këtë program janë kryer ndërhyrje të rëndësishme në rrugët kryesore me riveshje dhe asfaltim për të përmirësuar lëvizjen dhe sigurinë e banorëve. Në këtë fazë janë përfshirë edhe njësitë administrative, duke shtrirë investimet në pjesë të ndryshme të territorit dhe duke synuar një mbulim të plotë të rrugëve kryesore. Së shpejti pritet ndërhyrje edhe në rrugët e lagjeve të brendshme për të përmirësuar qarkullimin dhe për të lehtësuar jetesën e banorëve në të gjithë qytetin. Kemi pasur riveshje me riasfaltim të qytetit brenda të rrugëve kryesore, dhe së shpejti do filloj me lagjet dhe ku ka nevojë për rekonstruksion, dhe siç është përmendur që po punohet për rrugën hyrëse nga fshati Shijan deri në qendër të Delvinës, dhe së shpejti do filloj dhe në njësinë administrative Vergo. Sipas shefit të kabinetit Ersi Hamiti, problematikat më të theksuara tashmë shfaqen në fshatrat Kakodiqi, Lefterhor dhe Varfaj, ku ndërhyrje do të synojnë të zgjidhin mangësitë infrastrukturore dhe të përmirësojnë kushtet e jetesës. Tani ne si bashki, me thënë të drejtën, fshatrat më problematik që na mbeten është zona për 3 fshatrat që janë këtu si për Kakodiqi, Lefterhor dhe Varfaj. Aty kemi pak problem, sepse dhe numri i popullsisë është në rënje, gjithsesi neve kemi bën projektin për ato 3 fshatra, e kemi çuar për realizim, ndoshta e fitojmë si projekt që ta çojmë deri në fund realizimin e asaj zone për shtrim, rehabilitim të rrugës. Me këto ndërhyrje, Bashkia e Delvinës synon të përmirësojë infrastrukturën rrugore në të gjithë qytetin dhe njësitë administrative, duke rritur sigurinë dhe cilësinë e jetesës për banorët, përfshirje dhe fshatrat që aktualisht kanë problematika infrastrukturore. Shoqata Detare Kulturore Tafil Buzi ka përuruar sot shtatoren e eroj Tafil Buzi në qytetin e Tepelenës. Në ceremoninë solemne morën pjesë akademik, historian, figura të njohura të jetës publike si dhe përfaqësues të qeverisë. Në një ceremoni solemne të mbajtur në qytetin e Tepelenës, shoqata Detare Kulturore Tafil Buzi përuroi shtatoren e patriotit dhe herojt kombëtar Tafil Buzi. Në këtë aktivitet të rëndësishëm morën pjesë akademik, profesor, historian, gazetar si dhe përfaqësues nga qeveria. Tafil Buzi thashë lëvizja e tij pati një përhapje shumë të gjatë, përfshiru jo vetëm zonën e Tepelenës, të Buzit, të Labërisë, por zonën e Vlorës, të Beratit, ushtrin në Tomoric dhe deri në Kërcyr, Përmet dhe Skrapar. Në të gjitha këto vende, pra, lëvizja e Tafil Buzit, e cila kulmoi me marrjen e Beratit në vitin 1834, pra, u mor Berati nga Kryengrici, ku u ngritë një këshill i posaçëm, një plejsi e posaçme, e cila do drejtonte dhe do organizonte shtrirjen e kryengritjes në të gjithë Shqipërinë. Vendosja e shtatores së tij në qendër të qytetit, vetëm një javë mbas asaj të petrit rrugës, i shtoi qytetit tonë një gur tjetër të rënd, por nuk shënon aktin më të fundit të nderimit. Tafil Buzi është nderuar në parë, ku ju vendos busi në vendlindjen e tij në bus dhe ku ju akorduan nga presidenti i Republikës titull i lartë deri kombi. Por të sjellë të qasë sintetizuese për të figurë nuk është e lehtë. Ai u rrit ushtarakisht, politikisht e diplomatikisht, me kapërcim të 2 periudha, të pashallajtjeve shqiptare dhe të fillesave të hershme të rilindjes, të cilat edhe pse dominoheshin nga dyshesat, ishin vazhdimi njëra tjetrës, dhe si të tilla fenomene e ngjarje historike, patën shtrihje në këtë kapërcyer periudhash, hodhën premisat e hershme të çështjes kombëtare. Ishte koha ku po ndodhin ndryshime progresive në rrafsh perandorak, ballkanik e shqiptar. E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe Ministri e Arsimit dhe Sportit, zonja Mirela Kumbaro, e cila vlerësoi figurën historike të Tafil Buzit. Ishte fantastike se si kjo trev labëri e toskëri midis Tepelenës e Memaliajt, ngjis në simbolikën e një personazhi si Tafil Buzi, gjithë atë energjinë e jashtëzakonshme të Vjosës e të maleve rreth saj. Duket sikur në Tepelen, bedenat e Kalas kanë hyrë në një garë që nuk e dia do ta fitojnë dot, kam frikë se jo. Me kë do thoni ju? Është një garë që bëhet midis bedenave të Kalas me shtatoret
që zën vend në këtë zonë ku heronjt konkurrojnë me poetët, ku generalët konkurrojnë me dietarët, ku personazhet e shquar të gjitha feve e besimeve duket se i bekojnë të tërë sa herë kontribuojnë për lirinë. Edhe deputeti Tërmet Peçi shprehu vlerësimet për këto figurë kombëtare. Emri i tij i lidhur me trimërinë, me urtësinë dhe me dashurinë për atë unë është bërë këngë, është bërë frymëzim për breza të tërë. Ai nuk luftoi për lavdi personale, por për idealin e madh që Shqipëria të çlirohej nga zgjedha osmane dhe të qeverisej prej bijve të saj. Ky përurim vjen si një homazh për kontributin e jashtëzakonshëm të Tafil Buzit në mbrojtje të trojeve shqiptare dhe në përpjekje për liri e drejtësi gjatë shekullit të 19. Në teatrin e Zihni Sako të Gjirokastrës u mbajt nata e dytë e dramës Rendi i Ri që hapi sezonin e ri artistik. Kjo vepër solli emocione të forta dhe interpretime të fuqishme nga aktorët, duke u pritur me entuziazëm nga publiku. Produksioni erdhi nga Teatri Shëtitës Qajupi dhe u realizua nën kujdesin e bashkisë si pjesë e programit kulturor për afërim të artit me komunitetin. Mbrëmjen e djeshme në Teatrin Zihni Sako të Gjirokastrës u mbajt nata e dytë e dramës Rendi i Ri. Kjo dramë çeli sezonin e ri artistik në teatr, duke sjellë përdynet me radhë emocione të veçanta për publikun. Regjisori Kiço Londo u shpreh se kjo vepër sjell në skenë një histori me ngarkesë të fortë emocionale dhe me mesazhe aktuale, të cilat arrin të komunikojnë drejt për drejt me spektatorin. Është një dramë për kaosin, një dramë për ekzistencën, një dramë për çorientimin shoqëror, një dramë për ne, që mbajtëm shumë gjatë, mbase në jetën e vendit 35 vjetë nuk janë shumë, por në jetën individuale është gjysma e jetës. Dhe ne akoma nuk po i gjejmë busull. Për këtë është vendimi. Për dashurinë, për shpirtin, për nënën, për familjen, për varfërinë. Mënyrën se si se duhet të jetuar dhe konceptuar jeta në mënyrë që ajo të shijohet. E filluam kësaj radhe nga Gjirokastra dhe mendoj që bëm mirë. Çfarë që shpërshun në rotë dhe mendoj që është një bekim i mirë për të ardhmen e saj. Publiku gjirokastrit e priti me interes shfaqjen duke mbushur sallën edhe në natën e dytë. Të pranishmit u shprehen se drama u ofroi emocione të veçanta, fal interpretimit të fuqishëm të aktorëve dhe atmosferës artistike që krijoi skena. Ishte vërtet shumë prekse si dramë, janë disa zhvillime, disa ngjarje, disa episode të cilat ne na kujtojnë të përditshmën tonë, na kujtojnë atë që ndodh në jetë, na kujtojnë që ne jemi të varur nga sistemi. Okej, dhe në kjo varësi nga sistemi askush nuk mund të çlirohet. Është ai sistemi që luan me ne, sistemi që na komandon, që na drejton jetën tonë, që tek e fundit komandon jetën tonë dhe në një farë mënyrë ne jemi viktima të sistemit dhe përfundimi është i qartë për çdo lloj viktime të sistemit. Kështu që ndoshta kjo do të shërbente edhe si një thirrje edhe për ne për ta përmirësuar sistemin tonë. Një pjesë shumë e bukur, me shumë emocion, e cila sillte gjithë problematikën e sistemit të sotëm dhe diferencën e shtresave. Dhe mesazhi ishte goxha emocional dhe real. Me dramën në Rendi i Ri, Teatri Zihni Sako hapi sezonin e ri artistik duke i dhuruar publikut gjirokastrit dy net me emocione dhe reflektim. Ky produksion solli në qendër artin, duke dëshmuar edhe një herë se teatri mbetet një urë lidhëse mes krijuesve dhe komunitetit.
Luftëtari arriti fitoren e parë sezonale duke përmbysur Pogradeci në transfert. Golat e Diamantit, Isterit dhe Njanguila siguruan triumfin e kësaj sfide të vështirë. Luftëtarin e pret një tjetër përballje e vështirë, ajo me Skënderbeun që do të luhet pas 2 javëve në stadiumin Gjirokastra. Një ndeshje plot emocione u zhvillua në Pogradec në kuadër të javës së 6 të kategorisë së parë, ku luftëtari arriti të përmbyste vendasit dhe të siguronte fitoren e parë të sezonit me rezultatin 2-3. Takimi nisi me ritëm të lartë nga të dyja skuadrat. Pogradeci gjeti golin e avantazhit që në minutën e 9 me Diamantin, ndërsa në minutën e 34 Isteri dyfishoi shifrat duke e çuar rezultatin 2-0. Kur gjithçka dukej se po shkonte në favor të vendasve, luftëtari u rikthye fuqishëm në lojë. Në pjesën e dytë ekipi i Gjirokastrit reagoi me vendosshmëri. Fillimisht sulmuesit e tij ngushtuan diferencën dhe më pas barazuan shifrat, duke e vënë ndeshjen në një tjetër kamp. Pika kulmore erdhi në minutën 83, kur Njangulia shënoi golin e tretë për luftëtarin, duke mbulosur përmbysjen dhe fitoren 2-3. Ky sukses ka një rëndësi të madhe për skuadrën bluzi, e cila pas 5 javësh pa fitoren më në fund të gjen 3 pikëshin e parë, ndërsa Pogradeci humbet një ndeshje që e kishte nisur në mënyrën më të mirë të mundshme. Shmang kundërshtarin e parë më pas topi drejt zonës. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.